Të dashur miq, në qoftë se unë do kisha hipertension arterial, këto dy medikamentet do ishin medikamentet që do fillonte mjekimi. Në video të shumta kam folur për diagnozën, po tani pak informacion për trajtimin. Atëherë, këtu flas për një njeri normal, pra jo për gra shtatzana, jo për gra femra në moshë të re që duan të mbeten shtatzan, pra pacienti klasik me diagnozën e parë të hipertensionit, që është zakonisht një mashkull mbi moshën 45 vjeç, ose një femër mbi moshën 55 vjeç. Këto janë dy medikamentet, do flasim në këtë video vetëm për ilaçe. I pari është Ramiprili. Pra, me firmat unë nuk merrem këtu, për firmat pyesni një infermier apo infermiere që i besoni. Pra, emri poshtë do flasim për emrin farmaceutik, Ramiprili. Dhe ilaçi tjetër, Candesartani. Pra, Candesartani. Kujdes, jo kombinimi. Pra, këta të dy nuk kombinohen bashkë, ose njeri ose tjetri. Do flasim pak për këto dy medikamente. Janë absolutisht medikamente revolucionare për hipertensionin. Ne kemi një sistem në trup, quhet sistemi renin-angiotenzin-aldosteron. Ky sistem është i bërë që ne të na e mbaj tensionin, pra ta mbaj njeriu, ta mbaj atë hemodinamikën tërkohës nën tension, sepse kështu duhet jetë. Pra që të funksionojë zemra, arteriet duan një farë tensioni. Pra rënja shumë e madhe e tensionit është sigurisht e dëmshme për veshkën e të tjerë. Sinjalet e para për rënien e tensionit i merr veshka. Dhe ky sistem aktivizohet për të na rritur në tensionin në mënyra të ndryshme. Këto dy ilaçe ndikojnë në vende të ndryshme, pra kjo quhet ACE inhibitorët, Ramiprili, edhe një ACE inhibitorët, dhe këto quhen ARB ose AT2 inhibitorët. Janë enzima ku ajo ndërhyn për ta frenuar këtë aks. Frenimi i këtij aksi shkakton ulje të tensionit, që është ajo që dëshirojmë ne. Ulja e tensionit me këto dy ilaçe jo vetëm që bëhet pa efekte anësore, por gjithashtu njeriu përfiton, pra pacienti me hipertension, se ilaçe kot s'merr njeri, pacienti me hipertension përfiton nga këto dy ilaçe. Po ta nisim me Ramiprilin. Ramiprili pra shkakton, ka një opsion më shumë, që është prodhimi dhe i bradikininës. Jo se njeri është më i mirë se tjetri, të dy kanë ato veçantitë e veta. Kujdes, gjëja që duhet pasur parasysh me Ramiprilin është se mund të shkaktoj koll të thatë, për arsye se enzima ACE prodhohet në mushkëri. Dhe kolla e thatë nuk është e thënë që të filloj direkt me fillimin e mjekimit. Mund të filloj pacientit dhe më vonë. Dhe një koll e thatë tipike natën, kujdes, është shumë e shpesht nga ky ilaç. Përfitimet e këtij ilaçi, përfitimi më i madh është ajo që quhet rimodelimi kardiak. Për shkak të rimodelimit kardiak, që për shkak të kësaj vetije që ka, është shumë e rëndësishme të jepet në pacientin që kanë një problem strukturor të zemrës. Po them pacientët që kanë kaluar një infarkt të zemrës, sepse ai i ul këto ndryshimet fibrotike. Përfitimi tjetër i këtij medikamenti shumë i rëndësishëm është që e përmirëson funksionin renal. Kujdes, në fillimet e trajtimit mund të shfaqet një përkeqësim
i lehtë i funksionit renal. Por kujdes, në insuficiencën renale kronike, këto janë medikamente bazë. Ajo që duhet pasur parasysh tjetër është që zakonisht, ose e mira është, e bëjnë shumë pak veta në Shqipëri, mbas 2 javësh mjekim me këto, të bëhet një kontroll i veshkave dhe të bëhet një kontroll i elektrolitëve, sepse mund të shkaktojnë hiperkalemi, pra rritje të kaliumit. Një efekt ansor shumë i rrallë, po shumë problematik është ajo që quhet angioedema. Angioedema është fryrje e rëndë e buzës këtu e gjuhës deri te rrugët të frymarrjes, është absolutisht urgjent, shfaqet zakonisht me marrjet e para të medikamentit. Më e shpesht është me ramiprilin, pak më e rrallë me kandazartanin, por që janë të dy absolutisht medikamente fantastike për fillimin e mjekimit me tension. Doza fillohet me dozë të ulët, po them ramiprili 2.5 mg, 5 mg, thuhet që atë efektin e ka 24 orë, por për mendimin tim ndarja në mëngjes dhe në darkë ka një efekt më të mirë. Pra, si fillim, 2.5 24 orë, kandazartan 16 mg mund të fillohet dhe me 8 mg, një në 24 orë është teorikisht në rregull, në mëngjes dhe në darkë do ishte për mendimin tim akoma më mirë. Kujdes, këto janë thjesht këshilla, mos merrni ilaçe pa u konsultuar me mjekun tuaj ose farmacistin.